Sekreti që ndryshoi gjithçka unë kur, nuk kam qenë njeri që mbaj sekretet e mëdha. Shumë gjëra në jetën time i kam thënë hapur. I kam darë me njerëzit që dua, sepse besoj se transparenca është baza e çdo marrëdhënie të fortë. Por ky sekret që po më mban pezull tani ka qenë një peshë që kam mbajtur në heshtje për vite të tëra. Dhe gjithçka nisi një ditë që nuk do ta harroj kurrë. Isha i martuar me të, gruan time, dhe përtej çdo gjëje, e doja me gjithë shpirt. Ajo ishte shoqja ime më e mirë, partnerja ime e jetës, dhe ndoshta për herë të parë ndihesha i plotësuar. Por ndjenja e dashurisë nuk do të më mjaftonte për t'i treguar asaj të vërtetën e madhe, që po mbahej si një gur i rënd mbi shpinën time. Gjithçka kishte nisur shumë thjesht. Babai i saj, një njeri me personalitet të fortë dhe ambicie të mëdha, më kishte ofruar një mundësi që pak njerëz mund ta refuzonin. 50 i të kompanisë së tij. Në fillim, kjo ofertë më kishte tronditur. Nuk ishte thjesht një çështje financiare. Ishte një çështje besimi, pushteti dhe përgjegjësie. Ai më shikoi seriozitetin në sy dhe më tha: "Ti je djali që e dua pranë familjes, dhe besoj se mund të bësh gjëra të mëdha me këtë kompani. Por duhet ta kuptosh, kjo është përgjegjësi e madhe." Mendja ime u trazua. Në një moment, ndjeva një përzierje mes eksitimit dhe frikës. Një pjesë e ime e shihte këtë si një mundësi për të ndihmuar familjen time dhe për të siguruar një të ardhme të qëndrueshme, jo vetëm për veten time, por edhe për gruan time. Por një tjetër pjesë e ime e dinte se kjo nuk ishte një vendim i thjeshtë. Kjo do të thoshte të hyja në një territor të ndërlikuar, ku marrëdhëniet familjare dhe biznesi përziheshin në mënyrë të rrezikshme. Unë nuk e thash asaj. Nuk ishte se nuk e doja, por kisha frikë. Kisha frikë se e vërteta mund të ndryshonte gjithçka mes nesh. Isha i sigurt se ajo nuk do ta shihte ofertën thjesht si një mundësi për të fituar para. Ajo do të shihte një marrëdhënie komplekse, ku interesi financiar mund të përfshinte tensione, pritshmëri dhe ndoshta edhe konflikte të fshehta me babain e saj. Ditët kaluan, dhe unë fillova të kuptoja se sa shumë po më ndikonte ky sekret. Çdo bisedë me të, çdo plan i vogël për të ardhmen, çdo moment i thjesht i përbashkët kishte një ngarkesë të padukshme. Nuk mund ta shihja pa e ndjer. Një pjesë e imja ishte e lirë, por pjesa tjetër ishte e lidhur me këtë përgjegjësi të madhe që mbaja vetëm unë. Në një mëngjes të ftohtë të janarit, gjeta veten duke shikuar nga dritarja e kuzhinës, ndërsa ajo bërtiste për diçka të parëndësishme, diçka që tani më dukej absurde. Ndërsa qeshte dhe më përqafonte, ndjeva një boshllëk të thellë brenda meje. Boshllëku i fshehtësisë. Ishte një ndjenje e çuditshme, lumturie e jashtme dhe shqetësim i brendshëm. Më pas erdhi dita kur babai i saj më thiri në zyrën e tij. Ai nuk ishte njeri që përdorte shumë fjalë. Shumë gjëra i bënte të qarta me veprime dhe shikime të thella. Ai më tha: "Tani është koha të vendosësh. Nuk mund të mbash këtë mundësi vetëm për veten, por gjithashtu nuk mund të japësh gjithçka nëse nuk je i sigurt." Fjalët e tij më goditën më fort se çdo presion që kisha ndjer deri atëherë. E kuptova që nuk mund të shfaqsohesha më. Nuk ishte më thjesht një mundësi. Ishte një vendim që mund të ndryshonte marrëdhëniet e mia me gruan, me baban e saj dhe me gjithë familjen. Dita kaloi dhe unë u ndesha me dilemë të vërtet morale. Të tregoja të vërtetën dhe të rrezikoja gjithçka, ose të heshtja dhe të mbaja një pjesë të madhe të jetës sonë në fshehtësi. Mendja ime kthehej në çdo skenar të mundshëm. Ajo mund të ndiej tradhtuar, mund të më akuzonte se kisha vepruar vetëm për interes personal, ose mund të kuptonte dhe të pranonte situatën si një pjesë të marrëdhënies sonë të fortë. Por më shqetësoi një gjë më shumë: efekti i fshehtësisë mbi martesën tonë. Sa herë që e shikoja në sy, pyesja veten: sa do të zgjas kjo lumturi pa të vërtetën? Sa do të zgjas pa që ajo të di se çfarë kam në dorë? Në atë moment, kuptova diçka themelore. Nuk ishte më thjesht një vendim financiar. Ishte një provë për karakterin tim, për dashurinë tonë dhe për besimin që kishim ndërtuar. Dhe ndërsa po mendoja për këtë, një ide më kaloi për mendje. Ndoshta nuk mund të merrja vendimin për vete. Ndoshta mënyra e drejtë ishte ta përfshija atë në këtë vendim. Por në të njëjtën kohë, frika nga reagimi i saj më mbante të lidhur. Nuk mund ta mohoja, her pas here, fantazia e suksesit financiar dhe e fuqisë që mund të vinte me 50 i të kompanisë më tërhoqi. Por një pjesë tjetër e imja e dinte që çmimi i fshehtësisë mund të ishte shumë i madh. Nuk kishte kthim pas nëse ajo e zbulonte në mënyrë të papritur. Dhe kështu, sekretet filluan të mbushnin hapësirën midis nesh, duke krijuar një mur të padukshëm që vetëm unë e shihja. Çdo bisedë për të ardhmen, për fëmijët, për planet e zakonshme të përditshme, kishte një tension të fshehtë. Çdo dhimbje, çdo lumturi, çdo sukses i vogël, kishte një hije të fshehtësisë që e bënte gjithçka të ndjehej më ndërlikuar. Dhe unë vazhdoja të mbaja buzëqeshjen e zakonshme, duke shfaqur një lumturi që ndjente secili person i jashtëm,
por brenda meje po luftoja me një konflikt të madh. Dashuria ndaj saj kundër frikës dhe përgjegjësisë që lidhe me ato ofertë jashtëzakonshme. Një mbrëmje, ndërsa ajo flinte pranë meje, unë shtriesha duke menduar për pasojat e mundshme. Çfarë ndodh nëse babai i saj vendos të tërhiqet? Ose nëse ajo ndjen që nuk kam qenë i sinqert? Çfarë ndodh nëse gjithë familja zbulon sekretin dhe marrëdhëniet tona prishen? Ndjeva një peshë të madhe mbi shpinë, dhe për herë të parë kuptova se sekretet nuk janë vetëm fjalë të fshehura. Ato janë një barë emocionale që mund të ndryshojë gjithçka. Por ndërsa vendosa të heshtja edhe një ditë, një gjë u bë e qartë. Nuk mund të vazhdoja kështu përgjithmonë. Sekreti po hidhte hijet e tij, mbi çdo moment lumturie që kishim. Dhe kështu fillova të përgatis hapin e madh. Një mënyrë për ta përfshirë atë pa e shkatëruar besimin, për ta treguar të vërtetën në një mënyrë që nuk do të shkatëronte dashurinë tonë, por që do të na tregonte të dyve se sa të fortë mund të ishim së bashku. Tensioni dhe dilemadita që pasoi ofertën e babait të saj ishte e mbushur me një qetësi të çuditshme. Dielli hynte në dhomën e punës, por drita nuk arrinte të ndriçonte mendimet e mia të trazuar. Çdo vendim duke i rrezikshëm, çdo hap që ndërmerrja duke i pasigurt. Babai i saj më kishte dhënë një dhuratë të jashtëzakonshme dhe një përgjegjësi të madhe në të njëjtën kohë. Por kjo dhuratë nuk vinte e pa kushte. Ajo vinte me pritshmëri, shikime të thella dhe një sër detyrimesh që unë do të duhej t'i mbanja përgjegjësi. Që nga momenti që më dha ofertën, kisha filluar të shikoja çdo gjë në shtëpi me një vëmendje tjetër. Çdo bisedë me gruan time, çdo shikim apo buzëqeshje, ishte i ngarkuar me mendime të fshehta. Në një mbrëmje të zakonshme, ndërsa po përgatitonim darkën së bashku, unë ndjeva një presion të papërshkrueshëm. Ndërsa ajo qeshte për ndonjë gjë të vogël që kisha thënë, unë ndjeva se qeshja e saj më shkonte drejt zemrës, por edhe më tregonte se çdo gëzim i vogël mund të kishte hijen e fshehtësisë që po mbaja. Pas darkës, ajo më pyeti për planet tona afatgjata, për blerjen e shtëpisë tjetër, për fëmijët dhe për gjërat që gjithmonë kishim ndëruar së bashku. Pyetjet e saj ishin të thjeshta, por unë ndjeva një presion të madh. Çdo përgjigje që jepja duhej të ishte e kujdesshme. Asgjë që mund të shpërfaqte frikën ose konfliktin e brendshëm. Po planifikojmë të blejmë shtëpinë e re këtë vit, i thash me qetësi, duke mbajtur një buzëqeshje që të mos shfaqte shqetësimin. Ajo më shikoi me sytë e saj të mëdhenj, duke kërkuar sinqeritet dhe siguri. Po, duket e drejtë, tha ajo, por unë dija që nuk do të ishte e drejtë, nëse nuk i tregoja një pjesë të së vërtetës, një pjesë që mund të ndryshonte të gjitha planet tona. Në ditët që pasuan, babai i saj më ftoi në zyrën e tij disa herë. Ai nuk e zgjaste shumë bisedën, por çdo takim ishte një test i madh për mua. Ai shikonte në sy dhe e dinte se unë po peshoja çdo hap. Her pas here më thoshte gjëra të tilla si: "Mos harro, kjo nuk është vetëm për ty. Është për të gjithë familjen, por çdo vendim që merr do të ketë pasojat e tij." Këto fjalë më ndiqnin gjithmonë. Edhe kur shkoja në shtëpi dhe shihja gruan time duke qeshur për diçka të vogël, ndjenja e fshehtësisë po rritej si një valë që nuk mund ta ndaloja. Her pas here, ndjeja se po e tradhtoja pa e dëmtuar. Ishte një ndjenjë e çuditshme, e mbushur me dashuri, por gjithashtu me frikë. Një pasdite, ndërsa po ndihmoja fëmijët e lagjes me detyrat e tyre, më shkoi mendja tek babai i saj. Mendova për 50 i të kompanisë. Sa e paqmueshme ishte kjo ofertë, por sa e rrezikshme ishte gjithashtu. Çdo vendim për të pranuar mund të shkaktonte një tension të madh në familjen e saj, në martesën tonë, dhe ndoshta edhe mes biznesit dhe marrëdhënieve personale. Kur u ktheva në shtëpi, ajo ishte ulur në divan, duke lexuar një libër. Shikimi i saj më rrëmbeu menjëherë. Ajo nuk e dinte se unë po përballesha me dilemën më të madhe të jetës sime. "Çfarë mendon?" më pyeti, duke më parë nga ana. Pyetja e saj ishte e thjeshtë, por unë ndjeva peshën e botës mbi supet e mia. "Mendoj se kemi mundësi të mira për të ardhmen," i thash, duke mbajtur zërin tim të qetë. Por ajo ndjeu diçka, një ndjesje e vogël, një ngjyrë shqetësimi në sytë e saj, që nuk mund ta shpjegoja. Ajo më pyeti: "Diçka po të shqetëson, apo jo?" Këtu filloi dilema e vërtetë. Të tregoja të vërtetën dhe të shkatëroja sigurinë e momentit, apo të heshtja dhe të vazhdoja të mbaja këtë sekret që po më shkatëronte brenda. Ndërsa e shikoja, ndjeva se çdo fjalë fshehur mund të ishte një pengesë për dashurinë tonë. Por, ndërkohë, babai i saj po prishej nga pritshmëritë e mia. Ai kishte besuar se unë do ta merrja këtë mundësi, dhe çdo vonesë mund të konsiderohej mosbesim. Ndërsa unë vazhdoja të shtyja momentin, ndjeja se po lozja me zjarrin një zjarr që mund të diqte jo vetëm marrëdhëniet familjare, por edhe martesën time. Në atë periudhë, ndjenjat e mia për gruan time u bën më të forta dhe më të ndërlikuara se kurrë. Ajo ishte gjithçka për mua, dhe mendimi se mund të humbja besimin e saj,
për një sekret që nuk kishte asnjë qëllim të keq më bëri të dridhesha. Çdo natë, ndërsa ajo flinte pranë meje, unë qëndroja zgjuar, duke menduar për të ardhmen, për pasojat dhe për mënyrën se si mund ta shpjegoja një ditë të vërtetë. Dita e zbulimit dita kishte ardhur pa e kuptuar. Një ndjenje e çuditshme në ajër më paralizonte sapo u zgjova. Babai i saj kishte thirrur një mbledhje familjare, një rast që unë kisha frikë ta imagjinoja, sepse e dija se çdo fjalë e pavërtet apo heshtja ime mund të sillte pasoja. Gruaja ime nuk e dinte ende për ofertën e madhe që kisha pranuar në heshtje, 50 i të kompanisë së saj. Dhe tani, e gjithë familja do të ishte aty. U ula në kuzhinë, duke pirë kafen, duke ndier rrahjet e zemrës si trumba në kraharor. Ajo më shikoi, e qetë, pa e ditur se çfarë tensioni mbaja brenda. Çfarë mendon për këtë ditë? Më pyeti ajo me një buzëqeshje të lehtë. Mendoj se do të jetë një ditë e rëndësishme për të gjithë ne, i thash, duke mbajtur një qetësi që nuk ekzistonte në të vërtetë. Mbledhja nisi. Babai i saj, me zërin e tij të prerë dhe autoritar, filloi të shpjegonte arsyet pse kishte vendosur të përfshijë mua në kompaninë e tij. Ai foli për besimin, përgjegjësinë dhe aftësitë që unë kisha treguar gjatë viteve. Por ndërsa fjalët e tij rrjedhnin, unë ndjeva se një pjesë e gruas time po fillonte të kuptonte diçka. Shikimi i saj ndryshoi, një kombinim i habis dhe shqetësimit u shfaq në fytyrën e saj. "Çfarë po ndodh?" pyeti ajo në një moment, zëri i saj duke u dridhur lehtë. Ajo nuk kishte nevojë për fjalë të tjera. Unë ndjeva se ajo e kuptonte diçka që unë nuk e kisha thënë. Zemra ime u shtrëngua. Babai i saj vazhdoi. "Unë e kam vendosur që djali juaj të ketë 50 i të kompanisë. E di që kjo është një përgjegjësi e madhe, por besoj se ai është personi i duhur për këtë." Një heshtje e thellë mbuloi dhomën. Gruaja ime më shikoi, dhe ndjeva se sytë e saj kërkonin një shpjegim. Unë isha i paralizuar. Çfarë të thoja? Të flisja dhe të rrezikoja gjithë marrëdhënien tonë, apo të heshtja dhe të lija sekretin të zgjidhej nga babai i saj? Ti e di këtë? Pyeti ajo, zëri i saj dridhur dhe i mbushur me dyshim. Një pjesë e imja dëshironte të rëmbehej nga lehtësimi që po shprehte kur e dinte. Por pjesa tjetër e imja e dinte se çdo përgjigje e papërshtatshme mund të shkaktonte kaos. "Po e di," thash me zë të ulët, duke ndier çdo fjalë të rëndë mbi supet e mia. Reagimi i saj ishte më shumë se sa çfarëdo që kisha imagjinua. Ajo tërhoqi frymë thellë, një kombinim trishtimi dhe habitjeje në sytë e saj. "Pse nuk më the më parë?" pyeti ajo. Zëri i saj ishte i qetë, por çdo fjalë kishte peshën e një dhune të brendshme. Babai i saj ndërhyri. "Nuk kishte nevojë të prisje, djali im. Ai ishte i gatshëm, por kjo është pjesë e jetës, dhe ndonjëherë duhet të bëjmë zgjedhje të vështira." Ndërsa shikoja gruan time, ndjeva se diçka brenda saj po thyhej, një kombinim i besimit të humbur dhe i trishtimit. Ishte e qartë se nuk kishte pritshmëri për sekretin tim, dhe që tani do të duhej të merreshim me pasojat. Unë thjesht doja të ruaja nga presioni, thash me zë të dridhur, duke ndier nevojën për të shpjeguar veten. "Nuk ishte se nuk doja të ndaja këtë me ty. Thjesht nuk e dija si." Ajo heshti për një moment të gjatë, pastaj u ngrit, hodhi shikimin larg dhe tha, "Më duhet pak kohë për të kuptuar gjithçka. Nuk është vetëm oferta, është besimi që ndodhi që u thye." Në atë moment, kuptova se fshehtësitë kanë një çmim. Nuk është vetëm humbja e transparencës, por edhe ndikimi emocional që kam mbi ata që duam më shumë. Ndjeva se çdo marrëdhënie duhet të rindërtohej nga e para, dhe kjo nuk do të ishte lehtë. Babai i saj më shikoi me seriozitet. "Tani është puna jote të tregosh që je i denjë për këtë përgjegjësi dhe të fitosh besimin e familjes. Nuk ka kthim pas." Dita përfundoi me tension të papritur. Gruaja ime ishte larg, mendimet e saj të errta dhe të paqarta, ndërsa unë ndihesha i mbushur me pendes dhe nevojën për të vepruar. Kuptova se, edhe nëse kisha pranuar një mundësi që mund të ndryshonte jetën tonë për më mirë, fshehtësia kishte krijuar një mur që do të duheshin ditë, javë apo muaj për ta shembur. Rindërtimi dhe pasojat ditët pas mbledhjes ishin të mbushura me heshtje të dhimbshme dhe momente të ngarkuara me tension. Gruaja ime po përpiqej të përpunonte atë që kishte zbuluar, ndërsa unë ndjeja se çdo hap që merrja mund të ishte një mundësi për të shkatëruar ose për të rigjeneruar besimin e saj. Herët një mëngjes, ndërsa ajo ishte duke bërë kafen, ul pranë saj dhe i thash, "Dua të flasim me qetësi. Nuk dua të humbasim atë që kemi për shkak të frikës dhe heshtjes." Ajo më shikoi, sytë e saj ende të lodhur dhe të dyshimshëm. "Unë nuk e kuptoj pse nuk më the më parë. Kjo nuk është thjesht një gjë për biznesin. Është për ne, për martesën tonë," tha ajo. Fjalët e saj ishin një reflektim i saktë i shqetësimit që unë ndjeja brenda. Nuk ishte vetëm çështja e kompanisë. Ishte mënyra se si fshehtësia kishte minuar besimin midis nesh,
E di dhe më vjen keq, thash, duke ndjer peshën e secilës fjalë. Mendoja se po të mbaja larg kësaj, po të mbroja. Por tani e kuptoj se vetëm e kam vrarë sigurinë që ke pasur për mua. Ajo heshti për një moment të gjatë. Pastaj më pyeti, a mund të na tregosh gjithçka, çdo detaj, pa fshehje? Dhe kështu fillova të flas. I tregova çdo gjë për ofertën e babait të saj, rrethanat në të cilat më ishte bërë, dilemat që kisha pasur dhe frikën që më kishte mbajtur larg së vërtetës. I tregova për çdo mendim, çdo pasiguri, çdo moment kur kisha ndjer peshën e fshehtësisë. Kur përfundova, ajo qëndroi duke më shikuar, duke përtypur çdo fjalë. Sytë e saj ishin të mbushur me lotë, por gjithashtu me një lloj respekti që nuk e kisha pritur. Unë jam e zemëruar, sigurisht, tha ajo, por gjithashtu kuptoj pse veprove kështu. Ti mendove për ne. Dhe kjo, ndonse e gabuar të fshehur, tregon sa shumë kujdes ke për ne. Ndjeva një lehtësim të papërshkrueshëm. Nuk ishte zgjidhur gjithçka, por hapi i parë ishte bërë. Besimi nuk është rikthyer menjëherë. Ai duhet të rindërtohet ngadalë, me secilën veprim dhe secilën fjalë të sinqertë. Pas kësaj bisedë, vendosa të takohem përsëri me babain e saj. Ai më shikoi seriozisht dhe tha: "E di që kishte sekrete, por ajo është gruaja jote. Si do të veprosh tani?" I thash se do të punoja çdo ditë për të rikthyer besimin e saj, dhe se do të isha transparent nga çdo hap i arshëm. Babai i saj u qetësua paksa dhe tha: "Përgjegjësia nuk është vetëm për kompaninë, është për jetën tuaj së bashku. Tani e ke kuptuar këtë." Këto fjalë më goditën thellë. E kuptova se 50 e kompanisë nuk ishte thjesht një aset financiar, ishte një test për maturinë, besimin dhe aftësinë për të balancuar dashurinë dhe përgjegjësinë. Ditët kaluan dhe, ndërsa gradualisht rikuperonim besimin, filluam të bënim plane të përbashkëta për të ardhmen. Gruaja ime ishte e kujdesshme, por gjithashtu e gatshme të më jepte mundësinë për të treguar se mund të jemi besueshëm. Çdo vendim i madh tani përfshinte transparencë të plotë dhe diskutime të hapura. Një nga momentet më të fuqishme ishte kur u ulëm për të diskutuar planet për kompaninë. Ajo më pyeti çdo gjë: strategji, përgjegjësi, pasojat e mundshme. E gjithë biseda ishte një provë e sinqeritetit dhe bashkëpunimit ton. Për herë të parë ndjeva se nuk po rrezikoja vetëm një marrëdhënie ose një mundësi biznesi, po ndërtoja një partneritet të vërtetë, bazuar mbi besimin dhe respektin. Babai i saj, që ishte gjithmonë i kujdesshëm dhe pak i ftohtë në shfaqjen e emocioneve, filloi të tregonte më shumë besim tek unë. Ai më pyeste shpesh për ide, për plane, dhe madje më jepte këshilla që më ndihmonin të merrja vendime më të mira. Në një mënyrë të çuditshme, fshehtësia që kishte shkaktuar krizën, tani po shërbente si mësim i madh për të gjithë, se dashuria, besimi dhe transparenca janë të pandashme. Besimi dhe harmonia me kalimin e kohës, tensioni filloi të zbehej, por kujtesa e fshehtësisë mbeti si një kujtesë e rëndësishme. Çdo marrëdhënie ka nevojë për sinqeritet, çdo vendim ka pasojat e tij. Gradualisht, gruaja ime dhe unë filluam të ndërtojmë përsëri besimin, jo vetëm me fjalë, por me veprime të qarta dhe vendime të përbashkëta. Një nga momentet më të fuqishme ishte kur filluam të punonim së bashku për kompaninë. Ajo nuk ishte vetëm pjesë e vendimeve strategjike. Ajo po bëhej partnerja ime reale në çdo aspekt. Çdo plan, çdo ide, çdo projekt ishte një mundësi për të treguar se sekreti i kaluar nuk do të përsëritej. Ndërkohë, babai i saj po shikonte me vëmendje dhe po më jepte respektin e duhur, duke kuptuar se unë kisha mësuar nga gabimet e mia dhe isha i gatshëm të ndërtoja diçka të madhe me përgjegjësi dhe transparencë. Në shtëpi, marrëdhënia jon ndryshoi. Gruaja ime filloi të më shikonte me një kombinim respekti dhe dashurie që nuk e kishte treguar më parë. Çdo diskutim për të ardhmen u bë një bisedë e hapur dhe e sinqertë, pa frikë nga fshehtësitë. Fëmijët, duke u rritur në këtë atmosferë, filluan të ndjeheshin më të sigurt dhe më të lidhur me ne si çift. Një ditë, ndërsa shikonim diellin që perëndonte nga balkoni i shtëpisë, ajo më tha: "E di që ka qenë e vështirë, por gjithçka që ndodhi na mësoi se sa të fortë mund të jemi së bashku." Këto fjalë më goditën thellë. Ishte një përfundim i qartë. Dashuria nuk ishte thjesht ndjenjë. Ishte vendim, ishte përpjekje, ishte durim dhe transparencë. Dhe ne e kishim mësuar këtë në mënyrën më të vështirë, por edhe më të vlefshme. Në biznes, marrëdhëniet tona me babain e saj u bën më të forta. Ai filloi të më shikonte si një antar të denjë të familjes dhe të kompanisë, jo vetëm për 50 i të aksioneve, por për besimin dhe për kushtimin që tregova. Ai shpesh më jepte këshilla dhe shpesh na bashkonte të dy si një ekip, një situatë që ndihmoi të forcohej edhe lidhja ime me gruan time. Në ditët e zakonshme, në darka të thjeshta, qeshjet dhe bisedat e përditshme u bën tregues të harmonisë së rikthyer. Nuk kishte më ndjenja të fshehta që rrezikonin besimin.
Çdo hap që merrnim, çdo vendim që bënim, ishte një shprehje e qartë e respektit dhe dashurisë që kemi për njëri tjetrin. Dhe kështu, ajo që kishte filluar si një sekret i frikshëm dhe i ngarkuar me dilema morale u shndërrua në një mësim të çmuar për të dy, se dashuria dhe biznesi mund të bashkëtojnë, por vetëm nëse ndërtohen mbi bazën e besimit të plotë. Në përfundim, nuk ishte vetëm sukses në biznes, dhe nuk ishte vetëm rikthimi i besimit në martesë. Ishte një dëshmi e fuqisë së transparencës, e rëndësisë së komunikimit dhe e vlerës së respektit reciprok. Sekreti që kisha mbajtur aq gjatë nuk ishte më një barr, ai u shndërrua në një pikë referimi për të kuptuar se si të ndërtohej një jetë e përbashkët e fortë, e sinqertë dhe e dashur. Kur e shikoja atë pranë meje, ndjeja jo vetëm dashuri, por edhe krenari për mënyrën se si kishim përballuar sfidat, për mënyrën se si kishim mësuar të ishim të fortë së bashku, dhe për mundësinë që tani kishim për të ndërtuar një të ardhme që nuk bazohej në fshehtësi, por në besim dhe transparencë të plotë.